Gruaja u zgjua nga koma pas 27 minutash dhe më pas shkroi një mesazh drejtërues. Me fat janë ata që kanë mundur të kthehen nga pragu i vdekjes me histori që duket se arrin përtej kësaj bote. Tina Ajnes është një nga ata njerëz. Pas 27 minutash pa ndjenja, ajo më në fund filloi të zgjohej në një shtrat spitali me të dashurit e saj pranë, të mbushur me lehtësim dhe mosbesim. Burri i saj Brian kishte frikë nga më e keqja. Një atak në zemër e kishte lënë jetën e Tinës së varur në një fije dhe për një farë kohe duke i pasigur nëse ajo do të zgjohej përsëri. Por më pas, teksa hapi syt, Tina bëri diçka të pazakontë. Ajo kërkoi një stilolaps dhe një letër. Në gjendjen e saj të dobësuar, ajo mezi e mbante stilolapsin, por arriti të shkaravisë diçka që u dha të dridhurat të gjithëve në dhomë. Ajo që shkroi, pasi i kaloi ato minuta në prag të vdekjes, do t'i qëndronte përgjithmonë familjes. Historia e dashurisë së Brian dhe Tinës shkon prapa shumë kohë përpara kësaj ngjarjeje të tmerrshme. Të dy ishin të dashur në kohën e kolegjit. Ata u takuan në Universitetin Biola në Kaliforni, ku ata ndanin jo vetëm një kampus, por edhe dy klasa së bashku. Që në ato ditë të ershme, marrëdhënia e tyre lulezoi dhe u forcua me kalimin e viteve. Ata përfundimisht u martuan, u vendosën në Phoenix, Arizona,